Të nderuar vëllezër besimtar të dinit islam, sot në këtë ligjërat do të flasim për njeriun e mirë dhe njeriun e keq. Si mundet një njeri të jetë i mirë dhe pozitiv, dhe si mundet të jetë një njeri negativ, sepse në këtë dunja ka vend edhe për të mirën edhe për të keqen. Në këtë dunja, ose kjo botë, kjo tokë ka kaluar mbi sipërfaqen e vet sa të mirë, e sa të keq. Edhe pastaj është një vend ku do të shkojmë për të na u lexuar veprat tona, për të na dalë në shesh veprat tona. Edhe inshallah me dalë mirë na pret xhenetit të madhit Zot, ne e bëf Allahu mi nasib. Dhe mazallah me dalë keq, me namun e keqja, i pret xhenemi njerëzit që Zot na ruajt prej tij, ya Rabbil Alamin. Është një ndodhi shumë interesante që desha ta ndaj me ju sot në këtë hutbë. Edhe në bazë të kësaj historie me e pa të mirë dhe të keq. Një perandor, një mbret, dikur pas ka ndërtu një pallat shumë të mirë. Ai pas ka ndërtu një pallat mbretnor, që nuk kishte çfarë shikoje në të. Mrekullim. Edhe pasi e ka ndërtu pallatin, atë dhomën që do të prysë kretë të shtetëve tjera, dhomën e misafirëve po i themi, e kishte lënë pas bukuru brenda dhe kërkon një kaligrafist, një kaligraf. I pyetën ato dhe i thonë, më i miri kaligrafist është filani. Shkojnë në mafime, marrën ato dhe e shqojnë tek mbreti. Dhe e futën tek ajo dhoma që donë të astolisë dhe thotë, dua të mbësh kaligrafi. Kaligrafi më do mene që e dini. Ato pikture që bëhen ato shkrimet, si bëjnë për xhamia. Po edhe shkrim kaligrafik. Bukur shkrim, po i thejnë. Edhe i thotë, shko këto zotë, do të ma bësh me kaligrafi të bukur këtë pjesën të përpara dhe pjesën pas. Si ku i bëjmë në xhamia me këto? Ndërsa di faqet, djathtas edhe majtas, t'i lash pa kaligrafi, bosh. Pasi e bën kaligrafi si që tha mbreti, futet mbreti shikon, i pëlqeu shumë. Tha me të vërtet, tha pas ka qenë mjeshtër i kaligrafisë, edhe e shpërblet, sikur shpërblimet të mbretit. Thot tani thot na kanë ngel dy anët, ana e djathtë dhe ana e majtë. Thot këtu nga ana e djathtë do të më vizatosh një engjëll, një melek. Po jo melekun që e kemi parë në për filma, e thot. Edhe siç na janë thonë nga pejgamberët, që ka krah fluturues me penda, me ruble, me diamante që lëshoj. Thot po në njëri, thot dalish në për qytet, derisa ta gjesh një njëri që ty t'jep me kuptu se ki që ka me lajqe. Edhe ato thot ta piktorosh. E pikturon atje në letër dhe vjen këtu pasaj dhe e hedh në mur. Nga ana e djathtë do të pikturosh një fotografi me lekë. Del ky, shkon në pazar, shkon në lëviz në qytet, kudo, asnjëri nuk i duki më i mirë se vetja. Ne a ka njëri që thot nuk jam me lajqe? Kretë na jemi me lekë shumë, na dvagën tonë, na peshën tonë. Thotë me vete, i thotë vetës, po ma me lejqe së në s'ka asnjë. Me pikturu vetën, dije që nuk do t'ja pranon të mbreti, se si cili vetja i duket ashtu. Dhe thotë unë me vizatu vetën nuk ma pranon mbreti, kërko sot e kërko nesër, kur një ditë prej ditësh, shikon një nanë me një fëmijë për dorë, dhe fëmijët janë me lejqe. Një fëmijë i bukur, mashallah me Allah. I thotojnë, mashallah, çfarë fëmijë të bukur të paska dhani madhi Zot. Pa sy dhe më sot këtë fëmijë nuk pas kam pa. Si nana për fëmijë, kur ja lavdron e vladin, a ka nanë që zgëzohet me ja lavdron vladin e vet? Thot, a pranon thot ta pikturoj, thot se fëmia jot do të pikturohet tek pallati mbretnor
Dhe ky fëmijë do të simbolizojë me lajqen. Do të simbolizojë melekun, ja si mund të jetë meleku. Nana me kënaqësi, ku kishte fat më të madh, që fëmijët të pikturojnë në pallatin e mbretit. Po më birë, thot, edhe ulet e fëmijë atje, e pikturon ki, shkon e pikturon edhe ke pallatin mbretnor, e shikon mbretit, mashallah, thot, me të vërtet si me lajqe, e pas ka falë sot. E pas ke pas zgjedhjen e duhur. Thot, po tani, thot, nga kjo anë e majt, thot, do të më pikturosh shejtanin. E stakfirullah. Thot, po jatë shejtanin që i mësune me e pa, që ne ka thonë pejgamberi. Atë me brirë, atë shumëtumin shejtan kështu. Thot, po të dash prapë duke kontrollu. Njerin më të keq, që duket ti si shejtan, thot, atë ban me e pikturu dhe me e si e pastaj me e pikturu këtu në mund. Dil të kërko shejtanin, së në gjemë, të kërko sot të kërko nesër. As njanin nuk i duki se ishë njëri mirë, njëri i drejtë. Nuk i duki shejtanin. 30 vjetë ki duke lip shejtanin, në për rrugë këdo, qytetën qytet. Kalën 30 vjetë, thotë mbrejtori, a e të e që thotë me pikturuat shejtanin se ngeli faqe morit bosh? Thotë kje kaq dita fat, ma i cakton, i vekusht. Kaq ditë thotë shko më gjeni njeri ma të keqin që të zesyre, pikturoj edhe pas a hejtë hidhe këtë në mund. Kërko sot ditë natë këta një vazhdoj, si i vukusht mbreti, shikon njëri dhe veshur si mos më keq se besimtari duhet të tregohet atë në veshur. Dy dhamë ishin ngejtë për jashtë. E ki po ja ben menën këty tani çdo ditë, po e ndjekën ditë, një javë ditë rresht. Sot zihim me njërin atje, lese e shante tjetrin atje, rrihim me dikon tjetër atje me ato, e ta po ki që ka shetan. Edhe i shëmtu, edhe veprat i pas ka prej shejtanin në një ditë prej dish e ndam men e kishte të vështirë, i thonë po urti zotni thot, a lejon të pikturoj? Barbe çan dush thot. Ke pasi kur mblon njerin të keqët, nuk pyeten më as për veten, as për asgjë. Barbe thot çan dush. Po thot me kusht thot. Se kjo piktura ime do të vendoset te pallati mbretnor. E ti do të simbolizosh shejtanin në stakfirullah. Pami prej shejtanit. Babe çan dush thot. Edhe e ullën aty në karrike, ki këtu duke e pikturu një në letër atje në rrugë, e këti i shkojnë në lotët këti njëri të keq. E ki e ndalë, në thë, ja, e lotë të tjë, që se ti mërzi, e lanë, që se ndjenë vetëm të ofenduar, po e lanë. Oj, vazhdo punën, për thot ti, thot se s'po qaj, thot për... sepse jetën në zjetë e pallatin mbretnor. Po për qatë qanë ti, e bro vlla, thot qaj, thot se më kujtohet para 30 vitësh, duke ecë me nanën time më ke vizatu për melek. Para 30 vitësh më ke vizatu, më kujtohet shumë mirë, më ke pas vizatu për me lajqe. Erdhi koha me më vizatu për shejtanin. E zotë ujna, ja Rabbil Alamin. Çdo njeri që e çon Allahun jetën e kësaj dunjaje e çon me lajqe. A ka fëmijë që dalë keq? E sjellën Allah me lek në dunja. Nuk rresht njerëz duke e puth, duke e dash, duke e mbajtur në krah. Me shikim me lajqe, me të qeshur për me lajqe, me ato fjalë gjysma të lezetshme për me lajqe. Edhe njeriu estagfirullah vjen vetë me veprat e veta, me punët e veta, sa të kalojnë 20 vjet, 30 vjet, në haram, në zina, në alkool, në rrahje, në zënka, në ofendime, në shpithje, në përgojime, në trillime, në bajt me fjalë sa të njërit e tjetëri, qaj me lajqja, si e sjellë Allahu me lajqja në dunja, nuk la punë pa bërë. I njëjti person. Vëllezër besimtar, përdesa Allah na krijoi në pastërti në fitrë, të shkëlqishëm, me shpirt të pastër, me bukuri prallore, të mundohemi t'ia dorëzojmë Allahut këtë shpirt të pastër, siç na e dha i madhi Allah. Të mos e ndy njeriu shpirtin e vet, se çdo gjë e keq që i vjen njeriu prej vetes. A kemi folë për të koflarkun e sahem? Kemi folë. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ash-shaytana aduwwun lil-insan
Me vetë të mallkumi, shejtani është armik i përbëtuar me njeriu. Po dhe ç'ki shejtan, që është më i keq që Allahu ka krijuar në dunjë, do të justifikohet përpara të Madhit Zot. Do të thotë Allahu, o Zot, unë e kam nxit nga rruga e keqe, po se kam marrë me dhunë, unë marrë në rrugën e keqe. Nuk e kam detyruar me zor. Nuk është si ai njeriu që e merr peng, dikush anoj detyruar me zbatu urdhat e pejgamberit. Bën kështu si të them unë. Jo, shejtani nuk e bën këtë. Vetëm e nxitën me ato citet e veta, me ato marifet e veta, me shkon rrugën e atij. A shejtani do të justifikohet të o Zot, nuk e kam detyruar në ato. Ai më ka pa mua, kënaq me atë rrugën time dhe ka armas me. Sepse është një formulë që thuhet liri plus vepër barabartë me përgjegjësi. Nëse njëra prej këtyre dijeve nuk funksionon, nuk ekziston, as liria dhe as vepra, nuk ka përgjegjësi. Për shembull, unë kam dashur të bëhem 2 metra. Po Allah më ka krijuar 1 metër e 70. Nuk e përgjegjësi të Allah sepse nuk u bën në 2 metra ti. Njëri ka qejf ti i bardh, ta krijon të Allahu të bardh, pa ka krijuar zezak. S'ka asnjë lloj përgjegjësi sepse mungon liria e zgjedhjes. Edhe s'ka dhe përgjegjësi. Po nëse Allah ta jep lirinë me zgjedhje për ti punë, njëra e mirë, njëra e keqe, e ti zgjedh të keqen, atëherë edhe e bën veprën e keqe, ngarkosh me përgjegjësi tek i madhi Allah. Allahu na dëton nga hajri ya Rabbil Alamin. Allahu na boft prej me lajqeve o i madhi Zot. Ne me lajqes mund të bëhemi tamam me lajqes si që ka kriju Allahu, se ato i ka kriju Allahu Gjelle Gjelalu, me lajqet i ka kriju Allahu fuqi plot, edhe me dashka me bë gabim nuk bën dot, vetëm për mirë, por me ja përngjarë. Me e di cila është e mire edhe e keqja, sepse vjen një moment që e lënë se harami ka vetëm pak të ngjishëm haram, edhe pastaj hedhin duke ushtu. Sa ti plas njeriu një cip që është këtu, e fillon nga pak, shumë pak keqen, dhe në momentin që arrin që i plasipa, nuk i ban, se ka për derdh ma fare, me i ratë keqes në fund. Runi për në fillim, mos e lakmoni të keqen, se Zot na ruaj mazallah, na rashqasin këmbët dhe fundosmi në të keqen tonë dhe vetëm kemi me dhënë azab për vetëm tonë. Zoti na dëton nga hajri, o i madhi Allah. E kemi thënë shpesh herë që edhe prindis vjen me ty në varr. As e vladi nuk vjen me ty në varr. Kur ti jesh duke dhënë llogarinë e varrit, sualin e varrit që bësh atë natë sualin në varr. Kënë gjuhë ti që e ka shu Allah një melek me i thonë, hajde se kërkon në babën të shkoj një ati, se sonat e dhënë sualin atë gjëvapin mirë, atë në melek të zezë. Jo, s'shkon kur. Ose më shku me thirë djalin, hajde se sonat ju përgjigjë babë jo të atje në varë. Jo, le të përgjigjet vetë. Vetë. I vetë mund kjarë në këtë dunja, i vetë mund të shkosh baret. I vetë mund të shkosh tokës. Dhe çdo gjë që ke bë, nuk të ndihmon askush në llogaridhënien përpos veprave tuaja që i ke bën jetën e kësaj dunjaje. Zoti na pastroft punor tona, Zoti na dëtoft nga hajri, dhe Allahu na e baft inshallah që t'ju përngjajmë me lajqeve dhe të fitojmë xhenetin e Allahut Xhella Xhelaluh. Xhenetin e Allahut Azza wa Jall subhanahu wa ta'ala. Ela ina ahsan al-kalam wa ablaga an-nizam, kalamullahi al-malik